I neveritshëm, Valbona Mikesha ngushtë e Jozit reagon kundër tij, flet edhe për gjestin, djalë me vlera, qëndrove burri i vërtet, ja çfarë po ndodh. Ish-banorja Big Brother VIP Albania 4, Valbona Mhilli, ka reaguar duke çuditur jo pak fansat në lidhje me situatën e paprecedent që ndodhi midis Jozit, i cili goditi me shpull gjestin. Në një postim në platformën e Instagramit, moderatorja duket sikur e ka tradhuar dashurinë që kishte ndaj Jozit dhe ka shprehur mbrojtje ndaj finalistit. Teksta postimi i saj shkruante: "Gjesti i qëndrove burri vërtet, dhuna është turp, dhuna është krim, dhuna s'ka justifikim. Përballove një akt të turpshëm me qetësi, dinjitet dhe klas. Nuk reagove me dhunë, por me dinjitet, dhe kjo është forca jote më e madhe. Je shembull për shumë të ri që të ndjekin në këtë format. Akti Jozefin Marku që goditi me shuplak gjestin është i neveritshëm dhe i dënueshëm. Askush në asnjë rrethan nuk ka të drejtë të ngrejë dorën mbi një tjetër. Kjo nuk është guxim as reagim, është thjesht dhunë. Kush përdor dhunën humb çdo të drejtë morale për të folur për drejtësi, respekt dhe dinjitet. Respekt dhe përqafime për familjen tënde që me siguri e kanë përjetuar rënd këtë moment, por duhet të ndihesh krenare sepse rritën një djalë me vlera. Uroj me gjithë zemër që ta fitosh këtë edicion, jo vetëm për vete, por për çdo njeri që beson tek respekti dhe karakteri." Ka qenë postimi i Valbonës, i cili ka pasur edhe shumë kritika nga fansat e Jozit, e jo vetëm kaq, pasi në dasmën organizuar në mbrëmje midis Gjestit dhe Eglit, ka qenë e pranishme edhe Valbona Mhilli, e ftuar ndërmjet të tjerëve si Arber Hajdari, Neda Balluku, por edhe ish konkurrentëve të tjerë të këtij formati. Ata kanë kërcyer e janë argëtuar me njëri tjetrin, teksa Valbona Mhilli në një moment i uroi Gjestit fitoren dhe i tha që të mos kthehet pa kuror. Ajo duket se po e mban akoma anën e këngëtarit Pejan përkundrejt raportit të ngushtë që kishte me Joz Markun, në të cilin duket se ka mbyllur çdo raport. Finalja e madhe do mbahet të shtunën me 19 prill, teksa Gjesti është favoriti kryesor për ta fituar.